Përfaqësues të pushtetit lokal dhe të politikës në Lezhë kanë zhvilluar vizita në xhaminë e qytetit, ku kanë përcjellë urimet e tyre për besimtarët musliman me rastin e Fitr Bajramit. Gjatë takimit me drejtuesit e komunitetit musliman, ata vlerësuan rëndësinë e kësaj feste për forcimin e solidaritetit dhe harmonisë në shoqëri. Ne erdhëm pranë xhamisë së Lezhës për të uruar të gjithë besimtarët musliman të Lezhës dhe të mbar Shqipërisë gëzuar Fitr Bajramin, gëzuar Bajramin e Madh, që është një festë e madhe që i bashkon të gjithë shqiptarët përtej përkatësive fetare, aq më tepër që Lezhë harmoninë fetare dhe komunitare e ka të jashtëzakonshme. Ndaj gjej rastin t'i përcjell urimet më të mira besimtarëve musliman, por mbi gjitha atyre që agjëruan për gjatë 30 ditëve të Ramazanit, por edhe atyre që në pamundësi, por me lutjet e tyre ishin shumë afër Zotit, urimet më të mira, shëndet e marrësi për të gjithë besimtarëve të Beslimit Islam, gëzuar ditën e Fitr Bajramit. Zoti ua pranov sakrificën për gjatë gjithë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Qoftë këtë ditë një ditë gëzimi, begatije dhe lumturie në familje të çdo qytetari të besimit islam. Festimet për Fitr Bajramin kanë vijuar gjatë ditës me vizitat familjare dhe akte bamirësie, duke ruajtur traditën e kësaj feste që simbolizon paqen, faljen dhe dashurinë për njëri tjetrin.